më patriotike e Lehtit Përmetit, me kulturë e traditë mjaft të spikate sa të hershme aq edhe më vonshme. Faktori kryesor për zhvillimin e kësaj kulture ka qenë vetë aftësia krijuese e vetë popullsisë, si dhe shkalla e zhvillimit ekonomik e shoqëror. Frashëri, nga burimet e shkruara i përket periudhës të shekullit të 15 ose të vitit 1650. Në këtë periudhë Frashëri ka qenë një qytet më zhvilluar për kohën e vet, pasi në këtë periudhë merreshin njerëzit me blegtori, bujqësi, zajtari, si dhe me tregti. Por gjëja më e rëndësishme që Frashëri u bë si vend i kulturës dhe historisë tonë kombëtare janë vëllezërit Frashëri. Pra vëllindja e Avdylit, Naimi dhe Samiut, pa e Avdylit si politikan, e Naimit si poet i ynë kombëtar, si dhe Samiut si ideolog dhe filozof i shquar. Në Frashë ndodhet edhe teqe e Nasibiu dhe Baba Alushit. Në këtë teqe, që është një nga teqet më të rëndësishme të vendit tonë, pasi kjo teqe ka dy vlera, vlera e kultit dhe përqetësi shpirtërore, si dhe vlera adetare. Pra në këtë teqe janë mbajtur disa kuvende të rëndësishme për lëvizjen shëndetare kombëtare. Një kontribut madhor ka dhënë dhe Baba Alushi, pasi në vitet 1878, me iniciativën e Avdyl Frashërit dhe të Baba Alushit, u mblodhën krerët e gjithë vilajetit të Janinës dhe hodhën idenë e krijimit të shtetit shqiptar, po në këtë vend të shenjtë ku jemi ne sot. Dhe mbas këtij mbledhje, Avdyl Frashëri ka kryesuar gjithë patriotët e Jukut që shkuan në Prizren në 10 jashtëorit që u bë dhe lidhja shqiptare e Prizrenit. Dhe mbas pak kohësh, në 79-ën, u bë formimi i dekës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, por në këtë ambient, në udhëheqjen e Avdyl Frashërit dhe të Baba Alushit. Në këto ditë janari, si krahas punëve të tjera që ka komuna, për zhvillimin e infrastrukturës së saj, sepse ne po punojmë në drejtim të infrastrukturës rrugëve, në drejtim të infrastrukturës ujësirësave dhe të furnizimin me drita, si dhe në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës së problemeve sociale, kulturore dhe vendeslodhe muzeale. Krahas këtyre të objektive që thashun, sot në komunën tonë kemi edhe si detyrë për restaurimin e objektit si monument kulture që është teqeja sot në Frashë, teqeja e Baba Nasibiut. Pra, neve jemi interesuar që në këtë teqe të ndërtohet sipas asaj strukture që ka qenë ndërtuar që në vitit 1815, ose sipas një dhënave që kjo teqe i përket periudhës 1787, me themelus Tahir Skënderin ose Baba Nasibiu, siç i thuara me gur, ndoshta diku aty nga fundi i shekullit të 18. Disa prej këtyre ndërtesave kanë ngelur pa qati, disa të tjera gati janë rrafshuar. Gjatë viteve të sistemit të kaluar, ky objekt kulti u kthye në spital. Fat ky, se ndoshta e gjithë teqeja do të ishte rrafshuar dhe guri do të përdorej për të ngritur stalla dhe depo. Në këtë teqe më përpara është gjë e veçantë, ka qenë guri edhe druri. Domethënë këtu janë dyshemet me drur dhe tavanët, po me drur dhe me një model karakteristik të zonës dhe të gjithë zonës së Dangëllisë. Këtu, duke u interesuar që në këtë teqe të kishte investime, unë në cilësinë e kryetarit të komunës si edhe poeti i njohuar Xhevaj Spaiu, kemi shkuar në institucionet kulturore, të Ministria e Kulturës, të institucioni i monumenteve që kanë në patronazh të teqen tonë, dhe jemi lidhur dhe kemi krijuar marrëveshje të tilla që në këtë institucion të hidheshin investime. Ndërsa tani pas kaq vitesh, në kujdesin e krye komunarit Kotorri dhe Institutit të Monumenteve të Kulturës, janë gjetur fonde dhe ka filluar rikonstruktimi pjesë i saj. Nga këto fonde, një pjesë e investimeve janë të vetë komunës, e cila i ka filluar punimet e para në këtë objekt. Pranë dritarëve kanë mbirë ferra të mëdha. Përmes dritarëve shikon qiellin. Në afërsi ndodhen edhe gjurmët e turbinës së një hidrocentrali të vogël, i cili u ndërtua nga dervishët aty nga fillimi i shekullit kaluar, duke prodhuar energji për teqen.
Dhe kjo në një kohë kur shumica e fshatrave të Shqipërisë akoma nuk e njihnin energjinë elektrike. Duhet theksuar se ky prodhues energjie si dhe mudhiri i Teqes, i cili shërbente krejt krahinës për bluarje, dëshmohen nga kujtesa e njerëzve dhe nga gjurmët dhe rënojat e mbetura, jo vetëm si vepra me karakter utilitar për njerëzit e asaj kohe, por edhe për një përsosmëri në mënyrën e ndërtimit të tyre në unitet me të gjithë ansamblin prej guri të objekteve të Teqes, përfshirë këtu edhe murin rrethues të saj. Të restaurosh, mendoj unë, një Teqe, do të thotë të restaurosh vetveten. Sepse për hir të së vërtetës, në kohën që shkoi, siç u prishën dhe u dëmtuan shumë objekte të kultit, shumë tempoj, institucione shumë të rëndësishme këto në jetën shpirtërore, njerëzore, që kanë të bëjnë edhe me traditën, por kanë të bëjnë edhe me patriotizmin e thellë, me patriotizmin e rrallë që janë karakterizuar baballarët tanë dhe krerët e Teqeve. Në kushtet e një restaurimi, siç është Teqeja, ku ne sot po flasim këtu pranë Oxhakut, ku pranë këtij Oxhaku kanë kuvenduar breza të tërë njerëzish, ku janë ulur baballarë dhe njerëz të thjeshtë të kësaj treve kaq të rëndësishme për Shqipërinë, në rezistencën që ata kanë manifestuar deri në sublimitet. Kështu që restaurimi i këtyre ambienteve, i ambienteve të brendshme, interioreve të brendshme dhe të tërë zonës që është e shtrirë Teqeja, që fatkeqësisht një pjesë e tyre janë rënuar dhe kjo është një çështje shumë e trishtueshme për neve. Jo vetëm si objekt, në kuptimin material, por në tërë sistemin dhe fuqinë që ajo ka pasur në jetën e popullit. Kështu që është një gëzim vërtet i veçantë, restaurimi i kësaj Teqeje, është një gëzim dhe për mua është edhe një privilegj që flas në emër të këtij gëzimi, sepse jam i sigurt që ky gëzim do të jetë, si të thuash, do të shpërndahet edhe këtë gjithë të tjerët, edhe ke ata që besojnë në fenë shumë të rëndësishme për Shqipërinë bektashiane, por edhe të tjerët që kanë besime në religjioze të tjera. Përveç shërbeseve të saj në aspektin shpirtëror, ka pasur një rol shumë të rëndësishëm për arsimimin e këtij vendi, ka pasur shumë rëndësi për patriotizmin, ku vetëm fakti që në këtë Teqe, në këtë trull, në këto mjedise, është themeluar menjëherë mbas Prizrenit, lidhjes Prizrenit, është themeluar dega e lidhjes së Prizrenit këtu, në këtë Teqe, me Abdyl Frashin dhe me babain e Teqes së asaj kohe. Pra ka dhe një fakt shumë të madh kjo, dhe ka pasur një rol të jashtëzakonshëm në tërë ato përpjekje dhe aspirata që ka pasur populli ynë në zgjidhjen e çështjes kombëtare. Në një pjesë të ndërtesave tashmë janë bërë rikonstruktime. Puna vazhdon për ta kthyer në identitet krejt kompleksin e ndërtesave. Mbi portikun e brendshëm të hyrjes në obor janë ngrendur disa simbole enigmatike, ku bie në sy simboli i 12 imamëve Bektashi, me në krye Haxhi Bektash Veliu. Gdhendjet janë bërë me finesë mbi gurët e Teqes, shekuj më parë. Simbole kanë edhe gurët anësor të mureve. Tavanët e vjetra kanë qenë prej druri. Për të ruajtur identitetin, edhe të rejat po i bëjnë prej druri. Materialet që janë përdorur këtu, ato që janë dy materialet më të rëndësishme, janë guri dhe druri. Këto kanë qenë dhe mundësitë rrethanore të asaj kohe, pasi kjo Teqe është e fillimit të vitit 1800, sipas dëshmimeve, pra është një Teqe relativisht e vjetër.
Kështu që guri dhe druri dhe aftësia e atyre njerëzve të asaj kohe që kanë latuar atë gur, që kanë punuar këtë dru, janë dy materie shumë edhe të bukur, si materie, druri është shumë i bukur, guri është shumë i bukur, dhe element të tjerë që kanë përdorur në ndërtim, ato suvat paksa jo me fine, të themi, jo me fino, por pak të vrazhda si realizim në këto objekte, të gjitha qemerët, portat me qemer, dritaret me qemer, pragjet, kolonat, dëshmojnë për një mjeshtri shumë të madhe. Do të thotë që kanë qenë shumë të aftë ata njerëz, ata ustallar, ata mjeshtra, duhet të thënë mjeshtra, të asaj kohe që kanë realizuar. Teqeja e Frashërit ka qenë një ansambël ndërtimi, ka pasur një territor goxha të madh, ka pasur mure rrethus, por ajo që është përveç të tjerave shumë interesante, ka qenë që unë vetë personalisht e kam marrë vesh vonë, ka pasur një central, diku aty ke përroj, ku ka ngelur një fragment fatmirësisht, por më erdhi keq kur e pash të rënuar pjesën tjetër, dhe ky central ka shërbyer për ndriçimin e teqes që në atë kohë. Në një nga dhomat e vjetra të teqes, pikërisht në dhomën e Mejdanit, ku babai i teqes dikur priste vizitorët, njerëzit e mençur të ideve. Xhevair Spahiu, siç dihet, është një njeri që karakterizohet nga një dashuri shumë e madhe, në përgjithësi për botën, në përgjithësi për njerëzit, por në veçanti pastaj edhe për teqen e Frashërit, për vetë rëndësinë që ajo ka, por unë di edhe një gjë tjetër që Xhevairi është edhe nip në Frashër, është nga Malindi Skraparit, por nip është në Frashër, i cili ka qenë një element shumë i rëndësishëm, mendoj unë, në formimin e tij. Ka qenë një vend për Frashëri dhe teqeja, një vend edhe inspirimi, edhe në fushën poetike, si një poet i ndjeshëm që është Xhevoi. Më vjen mirë në këtë rast që nga fondet e shtetit, nga Instituti i Kulturës Popullore, është akorduar një fond i veçantë me përpjekjet këtu edhe të vetë institucionit, por me përpjekjet dhe doja të vlerësoja në mënyrë të veçantë kryetarin e komunës këtu, një djalë i shkëlqyer, do të thosha, një djalë që i ka rrënjit këtu në këtë fshat, pra në këtë teqe, por në të njëjtën kohë është me një sens qytetar, vërtet për të patur zili, pra të marrë Kotori, kryetari i kësaj komune. Kështu që doja ta falenderoja me këtë rast në tërë përpjekjet e tij, edhe për restaurimin e teqes, por edhe për aktivitetet që bëhen me rastin e Najm Frashërit në përvjetorët e tij në muajin maj. Pra ka një rol shumë të lavdërueshëm, shumë fisnik, por edhe shumë misionar në përpjekjet e vet për ta rigjallëruar Frashërin, për ta rigjallëruar veprimtarinë e teqes, pra ai në rolin administrativ që ka këtu në këtë komunë. Ishte një kënaqësi ardhur në Frashër. Kjo vizitë disi e papritur për mua, me qenë se më bë ftesa, dhe mendoj se do ngjelet një kujtim. Ne erdhëm sot në Frashër në ditë janari, ditë relativisht e ftohtë. Ishte vizita e parë e ime në këtë vend, ku kanë lindur vëllezërit Frashëri, të cilat kanë emër të madh dhe të përjetshëm gjithë Shqipërinë. Vizituam shtëpinë muze,
vizituam dhe këtë kompleks ndërtesash ku është objekt, me sa marrë vesh është një objekt kulti i besimit bektashian. Duket diçka rënuar, por që me investimin e komunës dhe me investitorë tjerë që kanë pranuar të investojnë këtu po bëhet një punë e mrekullueshme. Rëndësia e restaurimit të këtij objekti është në faktin se kjo është një tëqe e cila përveç aspektit shpirtëror ka dhe një vlerë tjetër kulturore. Këtu ka filluar studimet në Infrash, mësimet e para këtu i ka marrë në arabisht, persisht dhe turqisht nga hoxha e fshatit, dhe këtu u brumos me idenë e filozofisë, me idetë e filozofisë panteiste, e cila është një filozofi me burim përgjithsisht bektashian që kërkon të krijojë një unifikim midis elementeve të natyrës, të cilët i bashkon fryma e shenjtë. Kështu që mendoj që restaurimi i këtij objekti do të vlejë që Frashëri të rikthehet gjallëria, Frashëri të rikthehet përsëri në një objekt të rëndësishëm, në një vend të rëndësishëm, që të jetë vend pelegrinazhi edhe për besimtarët, edhe për artistët. Uroj që radhën tjetër kur të vim në ndonjë përvjetor, në ndonjë jubilar apo në një aktivitet apo qoftë edhe pelegrinazh të gjejmë gjithçka me një fytyrë tjetër të re, ashtu si e meriton ky vend. Krye komunari dhe punojësit e tij na shtruan drekën. Drekë thjesht, por shumë simpatike, në një vend si Frashëri i Dangëllis, në një odë mejdani të teqes së bektashive, pranë zjarrit që brambullon nga drut që digjen në xhak. Pritja është shumë e ngrohtë dhe ekipi ynë nuk i ndjen orët që ikin. Ndërsa largohemi, përsëri ndalojmë tek portiku me simbole enigmatike, të cilat ndoshta vetëm një arkeolog i Zoti mund t'i deshifrojë. Ne deshifrojmë vetëm emocionet tona që na shoqërojnë natyrshëm në çdo hap që hedhim në Frashër. Unë përballë saj e ndjej veten shumë të vogël, ndërsa teqeja në dimensionin e saj se si ka funksionuar është një gjë vërtet e madhërishtme. Kështu që në këtë kuptim, teqeja nga ana ime është e bekuar pafundësisht, sepse pafundësisht ajo na ka bekuar në të gjithëve. Ndërsa largohemi në të errur nga Frashëri, mbrapa nesh ngelen shtëpia muze, teqeja e Nasibiut dhe një grusht shtëpi, prej të cilave ndahemi me nderimin më të thellë, dhe duke uruar që jeta ta rigjej përsëri pulsin e saj fuqishëm në këtë vend kaq të lavdishëm. Ikim nga ky vend andej nga kemi ardhur, me kokën dhe me mendjen mbrapa, tek e kaluara që përsëri ravizohet në këtë shpatë mali, për të mos i humbur gjurmët asnjëherë.